والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për të dashurin e Tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e Tij të pastërt, shokët e Tij besnik dhe gjithë ata besimtarë të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në momentet e fundit të kësaj dhunjaje. Elus Allahu në madh që Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë Kur'an që në ka zbrit ta ban shërim dhe ilaç për shpirtrat tona. Elus Allahu në Zogjel që këtë Kur'an në largoj të gjitha brengat, mërzijet, halët, piklimet të cilat I kemi në këtë botë. Elus Allahu Gjelle Gjelaluhu të në bëj për atyre që e lexojnë Kur'anin, e meditojnë Kur'anin dhe jetojnë me Kur'an, jetojnë me fjalën e Allahut te bareka ve taala, ya rabbel alamin. Elus Allahu në madh gjithashtu që këtë dije që na e ka dhënë Allahu na bëj dobi me këtë dije. Dhe I lutem Allahu Xhelle Xhelalu që të na pajis me dije të dobishme. Dhe e lutem Allahun që të na shton diturinë Allahu Xhelle Xhelalu, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bante një dua ku thoshte o Zot, ma shto dijen, por thoshte gjithashtu Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Zot, të lutem më mbroj nga ajo dije që nuk të bën dobi. O Zot, rujëm nga ajo dije që nuk me afron afar Allahu Gjelle Gjelalu, sepse ka dije që të largon nga rruga e Allahut te bareke ve taala. Andaj Allahu na pasuroft me dije të dobishme që na bën dobi në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na e pranoft edhe këtë ditë e Ramazanit, një pjesë vetëm se kaloi, subhanallah, për të na treguar që edhe jeta e njeriu të vazhdon dhe kalon ka shpejt. Inshallah Allahu kret ato dua, ato taravia, ato lutje që I kena bën, Allahu t'i pranon dhe na kaplon me mëshirën e Tij të madhe, ya rabbel alamin. Sot me lejen e Allahu Xhelle Xhelalu do të vazhdojmë me serinë e ligjëratave siç e kemi pasur pra kuptimet e sureve të shkurtra. Sot do të vazhdojmë me një sure që radhitet si surja e 96, pra surja që vjen pas surës tin që shpjeguam javën e kaluar. Është surja e parë që ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht keni dëgjuar për surja Alaq, ku janë ajetet e para, fjalët e para që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I pranon për krijuesit të gjithësisë. Fjalët e para që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber I pranon për Allahut Xhelle Xhelal. Pra janë 5 ajetet e para të surës Alaq, pastaj pjesa e dytë e kësaj sure ka zbritur pak më vonë. Edhe pse brenda kësaj periudhe kanë zbritur disa sure tjera, sikur se surja Muzammil, surja Muddathir. E pastaj Allahu Xhelle Xhelaluhu e plotson këtë sure dhe ja zbrit gjithë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe neve për të marrë mesazhet dhe mësimet e Allahut te bareke ve taala. Xhamat e nderuar, kjo sure është një sure e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç dihet që pa të fillu me I pa disa ëndra që Allahu Xhelle Xhelaluhu të nesërmën me njëherë ja bën të realitet. Dhe kjo filloi të ndodh qysh në muajin Rabiul Awwal, 6 muaj para Ramazanit. Siç e dimna që Kur'ani ka zbrit në natën e Qadrit. Këtu do të më bëni një pyetje, si ka mundësi ka zbrit në Ramazan kjo sure, ndërsa hala Ramazani nuk ishte më obligim. Çe ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka zbrit në Ramazan. E ka ditë për arsye se Kurani s'ka zbrit për një herë, për një çast, për një moment. Ka zbritur për 23 vite. Dhe kur bëhet obligim, do të thotë kjo sure është surja e parë që ka zbrit pejgamberi në Mekë. Derisa ka qenë në Mekë, paraforsisht 15 vite është bën obligim agjerimi pas kësaj sure. Dhe pejgamberi na tregoi se është surja që ka zbritur në natën e Qadrit në Ramazan. E ka ditur kur është bën pra obligim muaji I Ramazanit, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptuar që kjo sure pas ka zbritën ato momente kur qëndronte në shpellën e Hira, pas ka qenë natë e Qadrit, pas ka qenë muaji I Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë muaj
6 muaj para Ramazanit, prej kur filloj mi pa disa ëndra, filloj që të izolohet me Allahun xhelle xhelal. Edhe pse ende si ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e përkujtonte Allahun xhelle xhelalu, vazhdimisht bënte dua, vazhdimisht në atë mënyrën e vet para se të caktohet forma e namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte namaz dhe e lutte Allahun xhelle xhelal. Dhe kur filloi me i pa këto ëndra pejgamberi alaihi wasallam, edhe më shumë filloi të afrohet me Allahun xhelle xhelalu, të vetmohet me Allahun te bareke ve taala. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam filloi që atë vetmien mos ta bën në shtëpi. Parashije se njeriu edhe në shtëpi kur vetmohet në një dhomë, vjen dikush, qoftë bashkëshortja, qoftë një fëmijë, troket ndër dhe ta prish atë rrahllëkun. Pejgamberi alaihi salam vendosi që të largohet krejt prej Mekës dhe doli në kodën Gharu Hira, Jabal an-Nur. Sigurisht ata që kanë qenë numre ose në haxh, nëse ju ka rasti me shku me vizitu, nuk është prej vendeve që duhet vizitohet, po si histori me ditë me shku me pase që shka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një kodër bajgje e lartë. Është një kodër që do mund dhe lodhi për me hip atje. Jo çdo kush mundet me shku atje, edhe pse tash janë ato shkallët i kanë rregulluar për me shku, po është një lodhje, është një orë e gjithë ndoshta mund ngjit në atë kodër. Edhe pse duket me mesit e lirë afër, po sa është bajgje e lartë. Pejgamberi Allahut pa shkallë s'ka pas atë. Për çdo ditë 3 ditë shkonte në atë kodër dhe u vetmonte me Allahun xhelle xhelal. Me të ushimin për 3-4 ditë dhe shkonte te shpella Hira dhe u vetmonte dhe e lutte Allahun xhelle xhelal. Një ditë prej ditësh përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po qëndronte vend Xhibrili alaihi salatu wasalam dhe e kap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e shtrëngon dhe i thot Iqra ya Muhammad, lexo o Muhammad. Na dim që pejgamberi alajhissalam s'ka ditë as shkrim dhe as lexim. Dietat kanë thonë që nuk ka pas për qëllim pejgamberi alajhissalam mos me pranu shpallje. Se dikush mundet të më shpell këtë lloj forme s'du me lexu. Edhe pse din mundet me shpell në këtë mënyrë. Po se pejgamberi sa më vërtet nuk dinte shkrim dhe lexim. Ma ana biqari, unë nuk di shkrim dhe lexim. Iqra. Përsëri e shtrëngon Xhibrili alajhissalam. Përsëri pejgamberi alajhissalam thotë ma ana biqari, unë nuk di të më lexu. Nuk di as shkrim dhe as lexim. Pastaj Xhibrili alajhissalam pastaj i thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah zë në ruar, e keni dëgju këtë ngjarje. A keni parashtru vetes për që në këtë rast Xhibrili alajhissalam a thu është paraqit në formën e vet që ka kriju Allahu xhel apo në ndonjë formë tjetër. Xhibrili alajhissalam në këtë takimin e parë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk është shfaq në formën që ka kriju Allahu xhel xhelal. Kanë thënë dietat për arsye se ka qenë momenti i parë i takimit pejgamberi alajhissalam me Xhibrilin dhe ka qenë e frikshme që pejgamberi alajhissalam ta shef Xhibrilin në formën e vet. Xhibrili është një krijesa më e madhe Allahu azza wa jalla që ka kriju. Xhibrili është një krijesë e madhe, saqë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa mesit e vet. Këtu vina që në këtë rast nuk e ka pa, por se pejgamberi alajhissalam Xhibrilin e ka pa vetëm diher. E ka pa vetëm diher. E ka pa jo kur e ka shtrënguar, por e ka pa Xhibrilin alajhissalam pasi që ja thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq deri në fund dhe largohet Xhibrili, pejgamberi alajhissalam friksohet dhe del prej shpellës Hira dhe fillon që të bjen poshtë dhe të shkon te shtëpia e vet, thot shikova në qiell thot dhe e pash Xhibrilin alajhissalam. Dhe atë pejgamberi alajhissalam filloi të friksohet edhe më shumë. Ishte një krijesë e madhe, tha, e pash me 600 krah. E kishte mbulu gjithë qiellin e parë të dunjos. Nuk mund të shifshe diçka tjetër jashtë krahëve të Xhibrilit alayhis salam. Dhe pejgamberi alajhissalam i trishtuar, i friksuar, shkon drejt te gruaja e vet te Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Këto vëllezër të nderuar e marrin një mesazh të madh. Shikoni se si pejgamberi alayhissalam këtë gajle të madhe, këtë det të madh ja ka drejtuar bashkëshortës vet, gruas vet Khadijës, që sot më po mi thon dikujt që un planët ato projekte të jetës i bëj me gruan, ndoshta del qesharak. Si be, po, nuk ja vlen ti burri, jo. Pejgamberi Allahut, këtë mision që pranon, këtë ngjarje të madhe, takimin që kishte bën me Xhibrilin alayhis salam, po ja tregon gruas vet Khadijës. Por se dhe Khadija radhiyallahu ta'ala i tha fjalë të mira. Shikoni se i priti. Tha ja Muhammed tha.
Tha vërtet ti je besnik, je i sinqert, e ndihmon të varfrin, e ndëron mysafirin, e ndihmon të dobtin. Pse friksosh? Pse ke frikë? Mos u tut, se Allah xhel xelalu të ka zgjedh ti me ta zbrit këtë Kur'an. Është duke të përgatit që fjalët e tij të zbrit Allahu xhel xelalu. Dhe Khadija radhiyallahu ta'ala anha më një herë kur e ndëgjon këtë rast prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Khadija ka qenë gruaja e parë e pejgamberit alayhis salam, dhe pejgamberi alayhis salam përderisa ka qenë e martuar me Khadijën nuk është martuar me asnjë grua tjetër, derisa ka vdekur Khadija. Dhe Khadija e ka pas një gjallë axhës, një kushërim, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal ka qenë i shtirë në moshë. Mirë po ka ditë shkrim dhe lexim, ka ditë aq bukur, saqë kur ja tregon Khadija këtë ngjarje, gëzot Waraqa ibn Nawfal shumë dhe i tregon thot se unë kam dëgjuar për këtë pejgamber. Gëzot shumë thot, kam dëgjuar në librat me pashme, kam dëgjuar në librin e Musës dhe Isës që do të vjen ky pejgamber. Dhe kur u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka tha Waraqa? Tha wallahi tha ja Muhammed tha, sikur tha të kisha imër. Të kisha imër kur do ta zbritte Allahu xhel xelaluhu Kur'anin, kur do të sulmanin, të jem krahu gjatë i jot. Subhanallah. Edhe pse Waraqa ka qenë i shtynë në moshë dhe ka vdekur. Shumica e dietarëve thonë që ka qenë sahabi, edhe pse ka mërrin komplet shpallën, ka qenë sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithë bittifaqul ulama, gjithë janë të pajtimit se Waraqa do të jetë prej xhenetlinëve me len Allah xhel xelalu. Për arsye se ishte argumenti nga gjuha e tij që e pranoi shpallën dhe u gëzu dhe i tha që unë do të ndihmoj. Dhe i tha ja Muhammed tha, përgatitu, subhanallahu çfarë fjalë. Tha ja Muhammed, përgatitu tha, se kanë me të luftu, se edhe pejgamberi që ishin para tej tha i luftuan dhe i mbitën. Pejgamberi Allah tha, si ka mundsi tha, me çdo që jetoj për ditë, me axhallat, me familjen më të ngushtë kanë me luftu, tha po kanë me të luftu. Dhe pejgamberi asam e kuptoi këtë me vonë. Dhe për ata kam të tisha axhall kisha pas të ndihmu. Vëllezër të nderuar, këtu është një mesazh i madh. Përderisa njeriu jeton me një rreth, me një shoqëri që nuk ka prish shefin, nëse i sheh punë këshia, nëse i sheh aty kush i dhuru Allah azza wa jall dhe ti nuk ka prish shefin, ti je mirë për ta. Ti je mirë për ta. Ato ti të llogaritin si krah tyne. Përderisa nuk ka prish shefin. Pejgamberi Allahut deri në këtë çast, deri në këtë moment edhe e kanë thirr armish më të mëdha që ju banën pastaj, e kanë thirr el emin, i sinqerti, i buti, i miri. Pse ishte i sjellshëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë çast. Ama kur i zbriti shpallja, kur i zbriti Kur'ani, kur Allahu xhel xelalu e urdhëroi që haptazi ta shpëndan dinin e Allahut azza wa jall, pastaj çaj rriti i ngushtë, çata që jetojnë me ta, çata që e dojshin, kur erdhi shpallja e Zotit, çata ishin të pastë që lufton. Çata e luftun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alsam atëherë kujtu fjala e Waraqas që vërtet do të ketë armiq të mëdhaj, dhe siç e dimë historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se sa armiq të mëdhaj ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që deri në pikën e fundit e kanë luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhel xelalu ja drejton këto fjalë pejgamberit alayhis salam përmes Xhibrilit duke thënë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tan, i cili krijoi gjithçka. Shikoni vëllezër të nderuar, ata që na luftojnë neve si besimtarë, si musliman, thonë muslimanët janë prapambet, muslimanët nuk dinë kurrë. Muslimanët janë ata që qëndrojnë vetëm brenda katër mure të xhamisë. Ja, muslimanët e kanë sundu botën shumë vite. Shumë vite kanë sundu. Islami është dije dhe dija është islam. Feja është dije dhe dija është fe. Për arsye, ajeti i parë që na ka zbrit. Ka zbrit Iqra, lexon. Në emër të kujt me lexon? Në emër të kujt tjetër? Ja. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo, studio, ngritu me emrin e Zotit tan që të ka kriju. Khalaqal insana min 'alaq. Lexo me emrin e Zotit që të ka kriju. Që krijoi njeriu prej një droçke gjaku. Ndoshta ju ka rënë me lexuar në përkthim në për Kur'ana. Çka i bie kjo
alaq është gjak i ngjizur, ose gjaku kur teret qëndron një kohë një periudhë, fillon pastaj edhe të ndahet në fije. Kjo është për qëllim. Që Allahu Azza wa Jall e tregon se si e formson njeriu. Khalaqa al-insana min 'alaq. Allahu Jalla Jalalu kur tregon Kur'an për krijimin e njeriut, e tregon në dy forma. E tregon kur e ka krijuar njeriun e parë, Ademin alayhis salam, që ka ndar shumë ajete. Huwa alladhi khalaqakum min turab. Njeriun e ka krijuar prej lloçit, prej dheut. Dhe njeriun e parë, dhe na për javën e kena prej lloçit, prej dheut. Allahu Jalla Jalalu e ka krijuar Ademin alayhis salam dhe pastaj ja shpirtin. Kjo është fillimi, zanafilla e krijimit të njeriut. E pastaj Allahu Jalla Jalalu e tregon edhe shumimin e njerëzimit si u bën. Dhe kjo është krijim. Khalaqal insana min 'alaq. Në shumë ajete në Kur'an Allahu Jalla Jalalu e tregon zhvillimin e krijimit të njeriut. Andaj krejt këto e ka përmbledh duke filluar prit të lloçi, e ka përmbledh në disa ajete, një prej atyre ajeteve është edhe ajetin e surën Al-Hajj, ku thot Allahu i madhruar: "Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th." O ju njerëz, nëse ju dishoni në ringjalljen, dini se inna khalaqnakum min turab, ju kena krijuar prej lloçit. Thumma min nutfa, pasi ju kena krijuar prej një gjaku të ngjisur. Thumma min mudgha, pasi ju kena bën një mish, cop mishi. Pastaj thot Allah Azza wa Jall: "Thumma nuqirru fil arham ma nasha." Pastaj kena bën që të qëndroni në mitrin e nënës një periudhë të caktuar. E që në ditën e 120, pra në muajin e 4, Allahu Jalla Jalalu, pasi që njeriu e merr atë formën dhe i krijon gjymtyr, Allahu Azza wa Jalla jep shpirtin. Çish i bë shpirtin nuk e dinë. Edhe Ademi alayhis salam ja ka dhënë shpirtin, edhe fëmia kur është në barkun e nënës, Allahu Jalla Jalalu pasi ta formson, të jap të gjitha gjymtyr, pastaj ja jep shpirtin, e që këtë shpirtin askush nuk mundet me kuptu, as medicina nuk mundet me kuptu këtë zhvillim, se si shpirti pastaj depërton në trupin e njeriut. Andaj, kjo është gajb, kjo është dituria Allah Azza wa Jall. Në nuk kena dorë këtu, në nuk kena di këtu. Se pejgamberin e Allahut shpesh herë kanë vetë me pyetje që ta ngushtojnë. Por derisa ti je pejgamber, por derisa ti po pretendon që je i dërguar i Zotit, na tregona pyetje që po ti bëna, na jep përgjigje. Një prej pyetjeve që kanë dashur me ngushtu pejgamberin sa ka qenë edhe kjo: "Yes'alunika 'anir ruh", të pyesin ti për shpirtin. Atëherë Allahu Jalla Jalaluhu i drejtoi pejgamberit sa me dhe gjithë neve: "Yes'alunika 'anir ruh", të pyesin ti për shpirtin, "Quli ar-ruhu min amri rabbi", thuaj shpirti nuk është puna jote. Shpirti i takon Allahu Jalla Jalaluhu. "Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila", derisa mua nuk më ka dhënë shumë dije. Allah Azza wa Jalla veç pak më ka dhënë pidis. Edhe pyetje tjera që kanë bërë për kiametin dhe për dhulkarnin e kështu me radhë. Pra Allahu Jalla Jalaluhu e jep shpirtin, pastaj thot në këtë ajet e përmbledh, pastaj thot ju mbajmë derisa ti moshni 9 muaj dhe thot pastaj lindeni, rriteni, bëheni në moshën e shtirë dhe ja kena caktu jetën kush vdes më herët dhe kush vdes më vonë dhe një ditë të gjithë do të ktheheni te Allahu Jalla Jalaluhu. Pra është Allahu alladhi khalaqa al-insana min 'alaq, është ai që ka krijuar njeriu nga gjaku i ngjizur, na ka krijuar në formën më të bukur. Për me pa veten se na kena një krijues. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah thotë, a nuk e studioni veten e juaj? Shikoni veten tonë. Shikoj çfarë bukurie të ka dhënë. Shikoj si të ka kriju. Shikoj se i ke pas fillimin. Kush je? Nga erdhe, kush të krijon? Cilën është qëllimi në këtë dunjë? Për me adhuru Allahun te bareke wa taala. Iqra wa rabbuka al-akram, lexo se Zoti i është bujar. Alladhi 'allama bil qalam, është Allahu ai që të mësoj me shkruajt, me lexu. Kush të mësojnë edhe këtë emrat e seneve? A vetëm ai zbuluma? Jo. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika. Allahu Jalla Jalaluhu gjitha emrat e sendeve që ka kriju, jam që aty më sa, pas e kena trashëguar. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Deri që to, 'allama al-insana ma lam ya'lam, janë 5 ajetet e para që i kanë zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa qëndronte në shpellën Hira. Pastaj pjesa e ditë e surës Alaq ka zbrit më vonë. Pjesa e ditë e surës Alaq
e ka një shkak të zbritjes. E ka një sebeb. Kena thonë se disa sure kanë shkak sebeb dhe disa sure nuk kanë, apo si disa ajete nuk kanë shkak dhe sebeb. Kjo pjesa e ditë e surës Alaq e ka një shkak, një sebeb që Allahu xhallal xhelalu ja ka zbrit këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka thot Allahu xhall? Kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kur mendon se njeriu është i vetë mjaftueshëm, kur mendon që nuk ka nevojë për Zotin, kur mendon që është ai dhe s'ka tjetër, atëherë thot Allahu xhall njeriu këto i kalon caqet e zullumit. Për kë ka zbritur këta ajete? Edhe më pas që do të lexojmë, kanë zbritur për Ebu Jahlin. Ebu Jahlin nuk e ka pasur në Ebu Jahl. Ebu Jahl e ka pasur në Ebul Hakem. Të kundërtën e Ebu Jahl. Baba i ignorancës. Para se ta emërton kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka pas Ebul Hakem, baba i urtësive. Ose me thonë që na kemi bërë plaku i katumit. E kanë vetë Ebu Jahlin përgjithëse. Ka pas pozitë, ka pas famë, ka pas pasuri dhe ka qenë i fuqishëm. Sa që e ka pas edhe dhomën e vetë që i kanë mbajtur ato mbledhjet, dhe është vetë Ebu Jahli, ka dhënë urdhra Ebu Jahli. Ebu Jahli kur filloi pejgamberi alayhis salam, pas asaj periudhës që e bante davetin në fshehu Razi, Allahu urdhëroi që hap Razi të thirr musliman, pejgamberi Allahut filloi që të thirr musliman, që tregon njerëzve fen, duke i thënë ejuha nas qulu la ilaha illallah tuflihun, thuni la ilaha illallah do të shpëtoni. Atëherë Ebu Jahli, siç thanë, e donte pejgamberin në këtë moment, në këtë çast. Kur e pa që kjo është vërtet i dërguari i Zotit, filloi që ta lufton. Edhe pejgamberi alajhi filloi që namaz të bën dua dhe të falte namaz në qafe. Dhe Ebu Jahli i kallzon se Muhamedi alajhi po falet në qafe. I thanë nëse kam me taku tha, kam me shku tha me shkel me kamën time mbi qafën e tij. Kështu tha Ebu Jahli. Dhe një ditë duke kalu e shef pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke u falë në qafe. Edhe tenton shkon që ta poshtron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për një çast stopon dhe ndalet. E vetë shoqëria çka ndodhi? Thot e pash me sytë e mi një grop me zjarr dhe sene të çuditshme, thot dhe u largova, u friksova. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith vërtet. Thot لو دنا لاختطفه الملائكة عضوا. Sikur ta kishte bëu Abu Jahli edhe një hap, tha pejgamberi alajhi do të kishin zbrit melek nga qielli dhe do ta kishin bërë copa. Abu Jahli. Ne dim që Allahu xhallahu xhelalu pejgamberin alajhi salam e ka mbrojt me shkaqe dhe sebebe dhe ka raste që e ka mbrojt në mënyrë të drejtë për drejtë. Ja ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, o Muhammed, për të sjellë njerëzit të vërtetën. Fa in lam tefal fema balaghta risalat. Nëse ti nuk e ban këtë, ti nuk e ke dërgu dhe nuk e ke bërçuar mesazhin e Zotit. Wallahu ya'simuka min nas. Ta di se Allahu turn për njerëzve. Ka shumë raste që kanë tentuar me mbit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Një prej rasteve është Abu Jahli që ka dashur me poshtërsu dhe në mënyrë të drejtë për drejtë Allahu xhallahu xhelalu e ndalon. Ja paraqit parasysh vet një grop me zjarr dhe sene të çuditshme të frikshme që e ndalojnë dhe e largojnë Abu Jahlin. Kishte Abu Jahli. Sa ka sot Abu Jahli Allahu subhanahu. Shumë kena Abu Jahli. Ai ka shku ka vdek dhe Jahlin e tij dhe ignorancën e tij e kanë vazhduar tjetë, e kanë marrë. Sa ka sot për njerëzve që mundon me nal ezanin. Edhe po ndodh në vendin tonë. Me nal fjalën Allahu azza wa jall, me nal fjalën Allahu akbar Allah. Ai kanë arrit qëllimin në herë asnjëherë. S'mundet kjo drita e Zotit me ushu asnjëherë. Wallahu yutimma nura walau kariha al-kafirun. Allahu ka me vazhdu dritën e vet, nurin e vet, mesazhin e vet, edhe sikur këtë bota çon. A ka mundësi dikush me nal dritën e diellit me dorë? Ai mund të nal para vetes. Po tjetë i rrezaton dhe i nxeh. Kështu është dini Allah azza wa jall. Edhe në kohën e sotit ka plot Abu Jahl. Sa për njerëzve mundohen, ndoshta edhe japin, shpenzojnë për me pengu njerëzit. Çish e ka penguar Abu Jahli pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për me pengu njerëzit me shku në xhami, për me pengu njerëzit mos me adhuroj Allahun azza wa jall, për me pengu njerëzit mos me bëvë vepra të mira. Dhe me përhap të keqen. A ka sot ka sa dush. Abu Jahli edhe këta padyshim që të marrin dënimin e merituar te Allahu azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall, kella inal insana litgha ar-ra'ahu istaghna. Njeri është i atill që kur ka pasuri, kur ka pozit, mendon se është i mjaftueshëm dhe nuk ka nevojë për kërkan, por aket kanë nevojë për Allahun azza wa jall. Atë thot Allahu i ka lënë çarçet, e ka tepruar njeriu.
siç të proi Firauni. Allahu i dha fat, ama kur e tepron, Allahu jo që e dënoi, po e kalon shëmbëllti të keqe për këtë njerëzim. Në pasë kushdo që punon sikur Firauni, kushdo që punon si Abu Jehli, përfundimi i tyre do të jetë i trishtueshëm. Pasi Allah zë thot: Inna ila rabbika ruj'a. Ja ban me di njeriu nëse ti mendon që je kaq i fuqishëm, s'ke nevojë për kërkan. Mendoje se kush të krijoi, mendoje pikë kishe fillimin dhe dije që përfundimi është Allahu xhelal xhelal. Inna ila rabbika ruj'a. O njeri, dije se ki me shku te Zoti i yt, ki me dhon llogari, se je bomën dje madh. Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yadhlimun. Ka thonë njerëz keni frikë Allahun xhelal xhelal. Nga ajo ditë që keni muktit te Allah subhanahu wa ta'ala dhe keni me dhon llogari për çdo sen që keni bën. Fafirru ila Allah, ku ikni? A ka mos njëri me dikon jashtë te Zoti xhelal xhelal. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Thot Allah azza wa jall, sikun ja kujton pejgamberit sa me dhe neve. A nuk e shef atë që e pengon robin e vet? A nuk e shef Abu Jahlin që është duke e pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla. Një rob të Zotit që ka zgjedhur me bë pejgamber, shkon dhe e pengon, i ban pengesa për me bë namaz. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Po sikur ti tnalesh, i dëgjot Abu Jahlit, sikur ti tnalesh, dhe të meditosh, po ndoshta kjo është një njeri i udhëzuar. Një njeri që do të mirë, au amara bit taqwa, ose është një njeri, një rob i Zotit që urdhnon për të mirë. E kishte fjalën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah zot pasi thot ara'aita in kadhaba wa tawalla. Por i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ndoshta ai që është të luftu, ai nuk e shef këtë mirësi. Ai nuk shef ti kështu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e din se Allahu e shef robin e vet. Çfarë do të vepron? Dhe Allah zot pasi thot kella la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Jo, nëse ai nuk tërhiqet nga kjo. Po kishte për Abu Jahlin, këto thamë që këta jetet e fundit gjithë flasin për Abu Jahlin. Nëse ai nuk tërhiqet nga kjo luftë që po ban karship kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Allah xhallahu xhelalu lanasfa'an bin nasiya. Do ta kapim për ballushke, për ballin, për flok këtu që të balli. Me dënim të madh. Duke e pështërsu. Andaj kjo pjesa e ballit është pjesa më e ndershme e njeriu. Andaj edhe dikush e keni pa natyrshëm kur turprohet, e vënon dorën tek balli. Është pjesa më e ndershme që Allah xhallahu xhelalu banot e zarmit të xhenemit, thot në mënyrë më të keqe, thot kur ti marrni për me fuk në zjarr xhenemit, thot i kapni për balli për flok. Ato zebanin rritart e xhenemit, i marrni dhe fukin në zjarr të xhenemit. Çka thot Allah azza wa jall? Nasiyatin kadhibatin khati'a. Për arsye se ata e kanë të mbush këtë rrena dhe këtë mashtrime, këtë pjesën. Do të thonë mashtrimi i tyre shfaqet edhe në fytyrën e tyre. Nasiyatin kadhibatin khati'a falyad'u nadi. Ti nëse mendon që je i fortë, i fuqishëm, ke pozit, thirrja ata. Nadie, kanë thënë dietar ka qenë që ajo dhoma e Abu Jahlit ku i ka tubu njerëzit për me bë kurthe, mi bë kurthe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falyad'u nadi. Lidhi ato shokët e tu. Falyad'u nadi, sanad'u az-zabani. Thirrjet ato tot, Allah thot na kena mi thirr zabanit, rritart e xhenemit. Kella la tuti'hu wasjud waqtarib. Dhe i thot pejgamberit alayhis salam, o Muhammed, mos jap në veshje. Ti vazhdo dhe falu. Adhuroj Allahun xhelal xhelalu. Na kena me të mbrojt. Mos t'jen pengesa fjalët e Abu Jahlit, veprat e Abu Jahlit, por ti vazhdo se ne kena me trujt. Kella la tuti'hu wasjud waqtarib. Dhe ti falu dhe bjen sejdë dhe afrohu te Allahu xhelal xhelal. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidan fa akthiru min ad-du'a. Robi mas afër Allahut azza wa jalla është kur është në sejdë dhe tha shpeshtoni dhe bëjini dua sa më shumë. Andaj tha wasjud waqtarib, ban sejdë dhe afrohu te Allahu xhalla xhelalu më shumë. Xhamat e nderuar, shikoni se si ka fillu surja Alaq, fillimi i surës Alaq dhe si ka mbaru. Ka fillu me fjalën Iqra, që do të thotë lexo, ngritu, ndërtohu si njeri, sepse për të adhuru Allahun xhallal xhelalu ashtu siç duhet, nuk rrin ke pa di. Nuk mundesh me dash Zotin, nuk mundesh me kri obligimet e Zotit pa di. Por me mrit të çak ajo sejdë,
për me ju nënshtru Allah të zëvgjel, gjithçish ti duhesh fillimisht të kërkosh dijen. E pastaj kur ta kërkosh dijen, ti ke me kuptu se kush është Allahu xhallal xhelal. Pse Allah thon në Kur'an inma yakhsha Allah min ibadi ulama. Njerëzit që më shumë ti kanë frikë Allahut kush janë? Ata që s'kan dije? Jo, ata që kanë dije, ulemat të Allahu xhallal xhelal. Pse ulemat? Se ata e kanë kuptu madhështinë e Allahut azza wa jall. Këta e kanë kuptu kush është Allahu xhallal xhelal. Andaj Allah thot janë pikërisht këta të cilët i kanë frikë më shumë ti Allahu te bareke wa taala. Pra këto janë disa ajete kuranore, disa kuptime të shkurtra të surës Al-Alaq që na kuptojnë që njeriu duhet të lexon, të studion sa zgjat. Si ta pejgamberi alsam, njeriu duhet ta kërkon diturinë nga djepi deri në varr. Sa që gjallë kërko ti, ngritu. Pastaj Allahu i madhruar na tregon se si na ka krijuar, për të na bën me dije fillimin e krijimit, për më na tregu se o njeri ti i dopti. Je i dopti, je kriju për një pikë uji. Kur kush i si? Pastaj na kujton këtë që mos bëhemi me ndjem dhënë. Mos ja kthena shpinën Allahu xhel. Mos ti mohojna fjalët e Zotit, argumentet e Allahut te bareke ve taala. Dhe na tregon se çdo kush i cili bose Buxheli për fundimin ka më pas shumë të keq. Qish nga kjo botë e çmbet për botën tjetër. Dhe Allahu në fund të kësaj sure na tregon që o njeri, nëse do më kthit Allahu azza xhel faqe bak, bjerë i sejdë Allahut, falë namazin, padyshim që do ta mërzdosh mëshirën e Allahut azza xhel. Fund të kësaj sure vëllezër të nderuar është një shenjë, e keni pa, është shenjë për sejdë e leximit i thonë. Është wajib në dhëbin Hanefi, kur do që e shihni në Kur'an, është mirë që të bëjni sejdë, po çka më thon, e thoni çish bëjnë sejdë në namazet normale. Thu subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil. Nuk ka nevojë më shumë kohë, thjesht çish duke e lexuar, kthehesh ka kibla dhe bjen në sejdë dhe thu subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, sepse këtë e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra në Kur'an sipas dietarëve, disa kanë thënë 14, disa 15, janë sejdë të leximit. Sa që lexojna, duhet të bëjmë sejdë dhe edhe nëse dëgjojmë ti kanë të lexuar Kur'an dhe kena kuptuar se është ajeti i sejdës, atëherë ne do të zbashku me ata dhe rënë sejdë, në mënyrë që mi tregu Allahu xhel xhelalu me ju përgjigj thirrës së Allahut azza xhel, sepse kështu veproi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këto janë disa mesazhe të shkurtra të kësaj sure. Elusi Allahun subhanahu taala që të na bëjnë dobi në këtë botë. Elusi Allahun xhel xhelalu edhe një që udhërfisi jon në këtë botë që Kur'ani. Elusi Allahun subhanahu taala që të jetojmë me Kur'an dhe ky Kur'an të bën shefat për neve siç ta pejgamberi alayhis salam. Kur'ani dhe agjerimi do të bëjnë shefat për robin. Do thotë agjerimi o Zot, e lash unë robin tim pa hangër dhe pa pit, unë sot e mbroj. Allah ja plej agjerimit me mbroj dhe Kur'ani thotë o Zot, më ka lexu e prishte gjumin kur tjerët flenin, ishin gjumin më të mirë, u çonte merrte abdes dhe më lexonte, o Zot, mos e djeg dhe largoj nga zarmi i xhenemit. Andaj të lexojmë Kur'an sa më shumë, e shpresoj që Kur'ani të bën ndërmjetësim për neve, na ruan çish në varr edhe atë ditë ku dalim para Allahut te bareke ve taala. Allah ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.